Për shëndetje, Mr. Dhosha. Mas mbledhjes me Albin Kurtin, Bedri Homza nga PDK-ja dul edhe tha që na e dham zgjedhjen për presidencën, apo presidentin. Por zgjedhja që ka dhonë Bedri Homza, miq i bjen, unë po ndihmoj ty po livallin vete, që do thot, unë po ndihmoj po presidentin e duan. Atëherë nuk e di Bedri Homza çfarë ndihmimi ke bote shtetit Kosovës apo qeverisë Kosovës. Sepse Albin Kurti ka 67 deputet me tjerë, me minoritetet. Pa liqësërë, kuptohet. Kështu që ku po dëni me shku më në burra? A pedograt një senat, as pedograt një sanët. Mos e blokoni shtetën më në burë, se për bes keni me ja po sherën. Në atë kuptimin me e vota kam fjolla, jo diçka të keqe, po kam fjollën në vota. Se me shku edhe njerë në gjithje, ma njës po folë heq. Mos e blokoni presidentin, votoni Vjosa Osmanin, se Amerika pëdon, Evropa pëdon, Kosova pëdon. Njo. E dyta, jo tash po prishni me Amerikën, jo tash po prishni me Evropën. Pse? Sepse këta po dojnë Vjosa Osmani. Bile, Knaus, një gazetar i Austrisë, në CDF Gjermanisë, pas ka thonë që Kosova asnjëherë nuk ka pas president më të mirë se Vjosa Osmani. Nëse nuk e votojnë Vjosa Osmanin, Kosova ka më kthy 10 vite mrapa edhe ka me kaplu korrupsioni. Nëse nuk beson në Konfederafin, tash ja vërkoj edhe Konfederafin, se aj që ka shkru vetë. Kështu që ti, Bedri Homza, sot s'ke bo kur gjë heq. Ke bo për livallin vete. Këto senën shkojnë ashtu. Dësh me konë, jo, që tash për me fitu poena politik, të pople, dhe dhëmë pobre, i ka fitu edhe presidencën e votojmë na edhe në regullim. 4 vjetë jenë. 4 vjetë shkojnë sa ora. Edhe punoni, merrni vota ma shumë, merrni deputet ma shumë, edhe beni baras. Tani, kur jenë pak si baras, o pak madrish, e jo këta ka, jo poshtë, edhe qëng, diqysh na... Ate qysh i vjen, sikur punëtori, më e kap shefit. Po miq, shkojmë të dëgjojmë fjalimin e tina, e të diskutojmë bashkë, lutem. Në takimin e dytë, që pata me zotin Kurti, për këtë çështje, pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, gjatë ditës, si PDK ofrum edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për shmongur zgjedhjet e një mundësi, domethënë konkrete edhe të fundit, që do të thotë në kom mu, se ashtu që s'ka dhe 4 ditë s'ka fat më shumë, po ju kisha lutë miq ndëgjoni çfarë oferte ka bo. Ja. Kërkuam që zgjedhet presidenti i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Çfarë oferte pas ka bo miq ky? Bedri Homza, dhe me nga të regu çfarë oferte ke bo, a i thënë që thona livadhe vete, apo jo? Nëse nuk i thënë që thona livadhe vete, unë të kërkoj falje burë. A më kjo nuk o zgjedhje? Kjo nuk o zgjedhje. Pse nuk thënë që më heret? Po edhe 4 ditë kanë me, tash jo, tash po dojnë na më kom prezident. Pse dhe tash nuk keni flajt? Me qëllim për të garantuar stabilitetin institucional dhe të kalimin e ngërqet politik. Po këtu s'ka kur farë ngërqe, o e ndërum. Nëse bëhet ngërqe, ngërqe bëhet nga ju. Se gërës nuk ka, ku peshat ngërës te? Qeveria kur i të reformu, shteti po ecë. Nëse vjen ngërqe, vjen nga ju. Apo jo? Nuk ka kur farë ngërqe këtu. Kështu që, me në mirë.
Nuk mundesh me kërku diçka që nuk takon. Ti mundesh, po nashta as mundesh. Shkojnë miq? Me këtë ofertë të bërë në frymën e përgjegjësisë dhe për të mos lënë vend krizën e panevojshme, kryesia e Partisë Demokratike vlerëson se kontributi ynë në këtë proces është përmbushur. Të nderuar përfaqësues të MET, Hajde, për të diskutojmë pak së bashku. Bedri Hamza ka ndër me qitë për president në PDK, apo më tregon? A je ti? Apo Qitaku? Apo ai Toni kem 4 milion? Kone keni për president jo burë? S'ka për të këja për president, Allah. S'ka të këja për president. Në ka këja për president, Allah. President o Vjosa Osmani. A kjo është që i ka ngritë Kosovën në altë, Mas pari Albin Baba, tani Vjosa Nona. është gjëna mëre me ndalu, është gjëna më së votu. Shkojnë amiq? Sot është 28 shkurti. Ka kaluar 2 muaj nga zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe më shumë se 2 javë nga votimi i qeverisë kurti 3. Kjo është dita fundit e muajit dhe kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë deri në përfundim të afatit kushtetues. Ama deri tash kanë flajt, a? Deri tash s'kan pas kur far emni. Që janë s'po di që më thonë. Kur i ka lutë Albin Kurti emna me qitë për president, keni flajt me dhasht. Juni ata blokuesi që dënë me blokue shtetin. Juni ata ngërqi. Shkojnë me që dhe pak? Zgjedhjen e presidentit. Në këtë kontekst kohor, është legjitime të shtrohet pyetja, nëse takimet e minutës të fundit po zhvillohen për gjetur realisht një zgjidhje apo për të ngushtuar artificialisht kohën në mënyrë që procesi të zhvendoset nga opozita. Sot në gjutëvesh, me të vërtet, unë nuk për kuptoj, po shkojmë të këshyrëm ato qërëmesh. Për shta po ta fjallën, Bedri Hamza që ka thonë? Knause. Lexo mirë. Evropa pëdon. Amerika pëdon. Populli i Kosovës pëdon. Edhe jo, po qëtë këtu bala, jo, bon, jo, s'bon, jo, kështu, jo, Partia Demokratike, nuk e di, inshallah keni mirë. Unë po je bëj lutje për këtuit, që mos e blokoni venin. Se ja sheni sherrin. Gjithmonë, në më thonë sherrin, po foli politikisht, a? Jo në diçka se je dini me nëhere me dredhu, me zdredh. Po foli politikisht me vot. Këtë kuptu me kam fjallën. Mishë të dashër, kjo ishte vidje për sot, inshallah i ka met Bedri Hamza, edhe opozita, që me votuë Vjosa Osmanin. Natën e mirë, mirë pafshëm iq. Opozit, like share,